gati për bisedën e radhës me të cilën pra do të diskutojmë dhe do t'i kuptojmë detajet për ballën shqiptare, ku po shënon një vit një jubilej dhe pra po shënohet 10 vjetori i ballës shqiptare. Do të kuptojmë rreth organizimit, rreth 10 vjetorit, vitet, ndër vite do të thotë ballës shqiptare, ndryshimet, po ashtu pjesëmarrëse dhe çka do të kemi risi në këtë 10 vjetor. Përndryshe ftesa po më pëlqen shumë, unë vetë sa e mora ftesën, edhe kjo është kuqeze, po ashtu me motive kombëtare dhe në anën tjetër edhe plisin cilën e kam në kokë. Të gjithë mysafirët patjetër që shkojnë me detaje me motive kombëtare, diçka sa i përket edhe veshjes, që ka të bëjë me traditat dhe me zakonet shqiptare, por tutje ne do t'i zhvillojmë tash edhe do t'i kuptojmë këto risi përmes bisedës cilën do ta zhvillojmë bashkë me Djellza Kolgecin, që është producente dhe krejtësisht organizatore e ngjarjes së përveçme e ballës shqiptare, dhe po ashtu edhe Dilaver Kryezio, profesore dhe udhëheqësi artistik i ballës shqiptare në këtë rast. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi. Mas pari du të me fillu me kompliment se po trek atje për të. Faleminderit. Edhe kështu po lidhët. Se kam pasqyrën. Fakt edhe plisi si vjetë është ftesë, kështu që e ke vënu edhe plisin edhe është ftesë, kështu që me inderu musafirët, edhe po shkon edhe me material, do me thonë plisi dje që është nga leshi edhe e ke veç po me ngon bistek jo dhe shot galica. Po, sot flok të shkurta, pak ma moderne kja, ta ma si ngjarja, po besoj një ndërthurje e tradicionales dhe modernës. Qush ka shku organizimi i si vjetëm, a ka qenë ma emocionus në këtë 10 vjetor edhe na tregon më tepër? E vërtetë që ma emocionus në të aspektin se po ndalim e bile me profën kështu na ka ra ma shumë me full për këtë 10 vjetor se me të ekipës tjetër, edhe vërtet nuk e di shumë shpejt kanë kalu 10 vjetë, një dekadë. Në fakt kjo është e mira e krejt kësaj, por që në anën tjetër edhe nuk është bashkë që po më pëlqen se po më duke që vitet po kalojnë shumë shpejt. Të thotë 2015 ka fillu ballo si organizim, sepse si ide është shumë më herët, por që vërtet e ka një emocion të veçantë, më në them çdo vit. Por ky vit është pak më special. Dhe vërtet. Qysh po kujton vitin e parë, vitet e para? Vitet e para Mos kemi haru krejt për ato. Po, vitet e para, unë me thonë drejt, edhe musafirët i di, gati në çdo vit, kush ka qenë, çka ka qenë, mirë njohet për cilët njerëz i kemi dhënë, sepse gjithmonë në ballo i kemi respektu, i kemi ndëru dhe fytyrat tona, artist, këngëtar, sportist, njerëz që kanë kontribu thjesht në afirmimin e popullit shqiptar edhe jashtë kufive, do të jo vetëm. Edhe kujtohet ndoshta një ndër të parë që ka marrë mirë njohën në ballon shqiptare ka qenë zonja Drita Krasniqi, aktore shumë e njohur, por që trit në atë kohë nuk e njehnin. Edhe patëm fillu me shiku kush është Drita, në fakt Drita në kohën e saj, edhe në profa ka qenë primadon, pastaj ka qenë Leze Qena, kemi pas shumë njerëz të cilët tash mos t'i përmendim gjithë, Ismet Peja, Nexhmije Pagarusha, gjithë ta që kanë fitu. Të gjithë ytë e kangës shqipe, edhe qëllimi kryesor edhe i ballës është edhe për këtë që tha dhe Djellza, është qëllimi që pak të njihen me të gjithë artistë e skenës, po edhe sportist, edhe fytyrat më eminente, po edhe ministrat, ambasadorët, edhe ballo e ka ato për detyrë që të gjithë të gravitojnë në ballën shqiptare dhe të mësojnë se çka do të thotë fjala ballo shqiptare. Qëllimi ka qenë që ne gjithmonë kemi menduar se në ballo shkohet vetëm me tekno, me moderne, po jo në ballo shkohet edhe me folklor. Prandaj edhe ka marrë emrin ballo shqiptare se dominon edhe folklori shqiptar me të gjitha karakteristikat e veta. Ndërsa si vjet risia çka do të ketë, sepse çdo herë ka edhe pika artistike, do të thotë edhe vallëzim, performancë të ndryshme, çka ka si vjet? Po, normal se është 10 vjetori dhe 10 vjetori do të me pas risi, por në risi do t'im shef me pak, se kemi një publik. Si çdo vet. Kem kërkesa shumë të mëdha që t'jenë prezent aty, por ne jemi mundu që paka shumë, jo t'i zgjedhim musafirët, po të gjithmonë të vinë ata të cilët edhe meritojnë me qenë ballët, se balla është edhe një karakteristikë tjetër. Unë e fola pak më herët edhe Djellza që vinë fytyrat eminente. Nuk mund gjithkusht të hyjë në ballën shqiptare. Prandaj risit do t'i shpalos me datën 25 në Klan Arena, kurse kuptohet që do të ketë diçka surprizat të mëdha. Zakonisht ka ngjarje edhe që ndodhin spontan. Po, shumë bukur e tha që kanë marrë pjesë artistë të ndryshëm, kësaj radhe kemi një artiste të madhe. Veç s'pe tregojmë.
S'pe të regojme? S'pe të regojme, diçka du të me të regu këto. Po që është të regojme. Hajde të të regojme dhe na si jemi bërë si në parlament. Jo, deshtë të mu lidhe dhe me këto që zakonisht, po them, kemi dashtë mi ndëru njerës që nuk ka lidhje mosha, nuk ka lidhje do të thotë, se zakonisht jemi mësu me i ndëru njerës në basë kur të vdesin. Kjo mu kur nuk më ka pëlqy. Kemi ndëru edhe njerës që janë të ri, do të thotë vjetë ka marrë Toni Kuka, Majlinda Kelmendi, do më thonë të gjithë këta dy janë të ri në mosh, por që kanë kontribu shumë në afirmimin e popullit shqiptar. Në njohjen e Kosovës edhe më të. Dhe vërtet them diqka, jo vetëm që profa këto, sepse unë edhe në emisionet tjera edhe kur nuk është profa fare këto, shpesh herë që pëtëm për këto befasia që diskutuam. Shpesh herë profesori e ka të aftësi që edhe aty për aty mundët me zhvillu një koreografi vetëm i merë ato grupet e caktume të ansambleve dhe bazë atmosferës bën diqka aty për aty. Do të të sekret janë njerës profesionist, valtar të cilët i fëtan profa, kështu që shpesh herë ka ndodhë që aty për aty e kanë bu një koreografi edhe vërtet dalin shumë të bukra. Po qka është e mira krejt kësaj që e ceki dhe profesori që ambasador të cilët vinë venev të ndryshme njihen më mirë me kulturën tonë, besa dhe ne vetë njihemi më mirë sepse dihet që kultura shqiptare, tradita jonë shumë e pasën edhe ndoshta... Ndryshon edhe prej vendit të vend, patjetër. Dhe detaje, motive. Edhe çdo vit ka veshje të ndryshme, kostumografin cilën e zgjedh profesori, edhe shpesh herë merr vetëm një, se normal që nuk mundemi aty për 2 orë gjys program me zgjat shumë me fjalime, me fjalë, por zakonisht e merr për një kostum, e bën spjegimin sepse çdo kostum e ka një historinë vete. Po them, po sa radhë kemë 12 lloje kostumesh do t'i kemi. 12 lloje kostumesh. Me qënë sonë e tregova dhe më herën nuk kam qenë pjesë e ballës shqiptare ndonjëherë tjetër, madje edhe intervistën rastësisht, asnjëherë nuk na ka ra që të bisedojmë të zhvilloj një intervistë në këtë rast as me Djelzën, por që i kam pa intervistat e tjera, po sidoqoftë nuk kanë qenë aty e praneshme me ndryshe kur je pranë. E do të thotë është aty veshja. Vinë çifte vinë, 12 çifte vinë me lloj kostumesh, por i kemi kostumet jo vetëm të Kosovës. Ka marrë kostumet pjesës jugurët Maqedonisë të Prespes, kem kostumet Kërçovës, kem Gostivarit, kem marrë kostumet Karadakut, Shkupit kanë marrë, kemi nuk diskutohet për Dugaxhinin tonë, Hasin, Opojen, të nuk diskutohet, të gjithë kanë marrë, edhe me pasë sa është vlera e kostumit tonë, po ansamblet që performojnë janë ansamblet që kanë performu tanë verën në shtetet të ndryshme të Evropës, që kanë gërshëtu kulturën tonë, qëtë ansamblet, disa i kom zhjetë, që kanë në performu para asaj disa, se ka shumë, edhe qdo vetë profesori jo të gjithë, se gjithë kemë mundësit, ka shumë, për kanë një pike, ka se cili, pa ato pikat e ceki shumë bukur, varet prej momentit. E shof momentin, se na kemi një vend shkelqyshëm ku ajo, edhe shof momentin tu pa tu ba, që do të A profesor vështë një shajnë edhe hajde. Kur e kjatë vetë besimin që për ndryshe profesori njët është nështë një ndër njerës të numër 1 që e nje shumë mirë kostumografin e shqiptarve, thash që ka shumë llojshmëri, ndoshta me qindra, po flasim jo vetëm për Kosovë, po në gjithë Shqiptarin, edhe vërtet është një veshje shumë e bukur. Edhe unë gjithmonë, edhe në të kaluamën, gjithmonë e kom cek për shembull Gjubletën, që është veshja më e vjetër në botë, edhe falë Zotit që u pranu në UNESCO, por që kemi pas edhe Gjubletën, një Gjubletë shumë të vjetër. Tu ta kemi prapë. Po, e kemi prapë se Gjubleta vërtet na vjen zonja me Gjubletë prej Lozanës Fatime Kalimashi, e cila do ta performojnë edhe një këngë. Do ta binë Gjubletën, e ka Gjubletën origjinale, edhe do vinë me Gjubletë, performojnë një këngë. Sa mirë. Se tash e mbaroj festivalin, që kjo është muj i festave, është muj i Nazorit, muj i Majmadhe Yni, muj i Flamurit, prandaj edhe shumë bukur që ka bo Djelza tash, se kemi edhe koncerte tjera, kemi festivale, 25-ina kemi koncertin Ballon Shqiptare, 26-in e kemi Festojmë Shqip. Njëtin vend, festojmë Shqip, që do tjetë për herë parë një koncert madhështor nga profesor doktor Nusret Plana. Ju fletë Kosova e Lirë,
E me ballën do të fillojmë gjithçka, do të përfundojmë pastaj me 28-in zdia zveçka do të ndodhë. Përndryshe unë e kam një një kostum ngjeshur. si vjetë shumë interesant, se nuk ka qenë më herët, e kam veshjen arbreshe, që ma kam punu tjara, zonja Kimete, është vërtet shumë kostum i lezetshëm. Unë më herët nuk e kam vesh asnjëherë, sepse këto dugagjini, drenicës, veshje gjithmonë më kanë tërheke dhe i kom vesh, por nuk më ka rastis ndonjëherë veshjen arbreshe. Pat detaje veçanta do të edhe ajo më varet tash veshja arbreshe si gjitha kostume tjera, më varet për fest, veshje më e thjesht, veshje nusësh, po këto e kemi bën një fal gjaramanie, një kombinim, po. Pak kashtu ma festive. Çka zgjedhën të tjerë kryesisht me tregu prej këtyre veshjeve edhe traditës shqiptare? Këto i zgjedhë krejtun. Unë i caktoj, ku ti thras unë e caktoj me shka me ardhë. Pak më herët tha një si mirë. Një si mirë jëmë, po ju më i miri se e kemi një profesor, që është baba i këtyne punë, profesor Dr. Ugë Gjema. Po, unë i caktoj vetë me qka me ardhën, që mësë me ardhë krejt njët. Për ekipën, se kështu musafirët janë të lirë. Edhe koreografit i kemi të ndryshme, i kemi një 3-4 koreografi që vinë prej 3-4 karaktereve të krahinave të ndryshme. E kemi një pasuri mjaftë të madhe të folklorit, po vetë ballësh shqiptare. Kjo do më t'i përballimi asaj që është më e mira. Mbi 300 të ftuara, thata ashtu? 300-350, zakonisht një edhe më shumë mund bënë edhe më shumë. Vinë, të thotë ato që diskutu më herët, por vjetë ka qenë më okej, njerëz të cilët kanë qenë ftuar nuk kanë marrë shumë me veti njerëz të tjerë, sepse vërtet na bën edhe neve me u ndi keq, sepse çdo gjë është e organizuar, gjitha janë në lista, por ka fytyra, ne cakë më herët që nuk ka vetëm fytyra publike, dhe thotë që janë të njohura, ka njerëz që janë shumë të arritur edhe njerëz të suksesshëm, por nuk janë fytyra. Ju zdo dalin në televizion dhe ju zdo shohim ndoshta edhe në intervista ose arritje me medalje. Zakonisht njerëz që janë fytyra publike binë sy më shumë, por aty ka edhe njerëz doktor vërtet që janë të suksesshëm, njerëz të gjitha niveleve, të gjitha niveleve. Komentet më të mira që i merrni zakonisht gjatë kësaj ne pas ndajës. Një ndër komplimentet më të mira që më është dhënë, na është dhënë, ka qenë që e futët ballon e bënat pjesë të traditës, e bënat diçka e futët në kulturë. Por çka më pëlqen edhe tjetra që shumë njerëz janë inspiru, se në kohën e fundit kemi pa që edhe të rinjt në për klipe, në për tapetet kuqe kur kalojnë kanë diçka nga veshjet kombëtare. Edhe këngëtarë të cilët ndoshta nuk i kemi prit më herët që kanë me pas ndonjë veshje apo me bëni kombinim të muzikës moderne me ato këngët e vjetra shqipe. Tjetra, kjo shami e kuqe i ka inspiru shumë njerëz në përdarsma, po ashtu ishim para do ditet ambasadori i Shqipërisë, zotri Petri Mala, edhe na thanë që në disa vende të Shqipërisë ishin inspiru pikërisht nga kjo ftesë dhe i kishin bo përdarsma shamin e kuqe, sepse dihet që shamia kuqe ka një domethënie shumë të bukur. Po ashtu ju i dhuruat edhe një pjesë apo jo? Ambasadoret e që ka me shenjë me simbol Helena. Është Helena me pjesë, po. Ka të bëj kjo diçka dhe me emrin e vajzës tuaj? Është pikërisht kjo... Para 15 vite unë e kom bo këtë logo, në fakt unë nuk e kom bo, por e kom marrë si kjo logo, kjo vizatim është daton me qindra vite, por që kom tonë nëse nëherë bëhem nan, ma më bekon zoti me një vajzë, kam jalon emrin Helena. Edhe është lidhë, dhe me thonë kjo ka qenë para 15 vite, e kam edhe dikun në për disa intervista. Sa mirë, ama shumë e lezetshme, shumë knatësi shpirtërore, një përmbushje. E vërtet. Kështu tash në fakt si me i pas 2 fëmijë djellë, se edhe ballën shqiptare është diçka e jotja. E vërtet edhe Helenën veç e kom rrit me atë jënë do gjirime, kur Helena ka qenë vetëm vetë sa ka fillu me ecë një vjetë e diçka, edhe qysh vallëzën me Gjamadanin, ta kish pa profa, se në fakt unë edhe kom qenë zanse profesorit, kur kom qenë e vogël, më kujtohet të më bëra mez në ato, është vërtet, e Helena ka shumë talent për vallëzim. Do tjetë Helena pjesë tash e ballës shqiptare? Është e vogël, një zakonisht aty pijet alkoholi, kisha pas qef ndoshta një herë me pas, vetëm me pa ato dhe me u largu pasi që fillon ora 7, edhe çdo gjë përfundon në ora 10, por që Jenë disa ngjarje që lidhen me fëmijët dhe disa jo këtu po ndërhyj se i thot çka ju ka mbet diçka prej mbaron ora 10. Fjalte. A diçka ka, për shembull, vinë dhe lajmëron të one se aty më shumë është gjenia femnore.
Po, është shumë e mirë. Ma shumë që ka gjenia shumë femre. gra. Vine dhe më thojnë profesor Ku Shtyjeve. ta përmbushet aty të ballë. Jo, vinë me profesor Shtyjeve dhe pak bre mëse përfëndo pashë zotin, se për me të vërtet bëhet një atmosferë shkelqyshme. Edhe na ja plotësojmë dëshirat. Edhe vërtet edhe ndoshta edhe për shkak të rutinës që nuk takohemi shumë shpesh, balla shqiptare, mbledh shqiptar që vinë ndoshta edhe për diasporës edhe kemi takime ku ndoshta ndajmë edhe për rast se çka kemi bëu për Kosovën, për Shqipërinë, për punën ndoshta tonë profesionale dhe që ndërlidhet tash me ballën shqiptare. Është i vetmi organizim i këtij lloji. Po trojet shqiptare. Tash po fillon, ka fillu edhe disa i kemi pa edhe disa organizime tjera që janë inspiruar dhe neve vërtet na vjen shumë mirë, sepse ja vlen të mos harrohet absolutisht tradita jone bukur, me cilën lirisht mund të krenohemi. Kështu që të paktën një herë në vit ti ngjallim këto ndjenja, të mos them çdo ditë, por ti ngjallim këto ndjenja tona traditës. Do thotë balla shqiptare është në hartën e këtyre eventeve, ngjarjeve kulturore shqiptare ka një rëndësi shumë të madhe. Balla shqiptare, rëndësinë që e ka, mos ta harrojmë tradicionalen tonën. Mos ta harrojmë traditën. Ajo qëllimi i ballës shqiptare. Edhe jep me kuptu se tradita është një kulturë e një populli, po që nga njerë edhe po harrohet. Kurse ballaja qëllimin kryesor, mos të harrojmë traditën shqiptare. Faleminderit shumë për mesazhin që po e përcjellni edhe përmes kësaj ngjarje kaq të rëndësishme kulturore. Faleminderit edhe për kohën dhe për krejt informata dhe mesazhin që keni përcjellë edhe këtu në studio. Shumë kënaqësi që ju pata. Faleminderit ty, të presim. Faleminderit. Vërtet, unë edhe një herë duhet më ta dhoni kompliment se vërtet po treka shumë bukur. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Edhe me qëtë plis me ardha, po. Po heki plisin on tash. Faleminderit shumë.